Rënja e popullsisë rurale ka sjellur edhe të kurrjen e sektorit të blegtorisë në qarkun e Kukësit, ku pavarësisht skemave mbështetëse financiare nuk po arrin të rrimëkëmbet, por shërbimi veterinar bën të ditur për përmirësim të situatës blegtorale dhe faktorëve që kanë ndikuar që vitin e kaluar të ketë rritje të krerëve të imta dhe të trasha. Zgjedhja 20.000, thirrta 15.000 dhe dele 30.000 krerë. 45.000 timta. Gjithë dhe 20.000 gjellë. Nuk është ndërranje, është në rritje. është në rritje për arsye se rritja e çmimit të mishit, ku një mishi qinqet e kecet janë 12.000 lekë vjetra, i vishit 10.000, ka bënë që fermerët që duan të punojnë, ata mund të punojnë. Pavarësisht se edhe kostot, po rritja, çmimi i mishit është rrit. Çmimi i koncentrata dhe baj nuk është rrit. Kështu që fermerët janë privilegjuar. Ndërkohë, në qarkun e Kukësit janë të regjistruar me njip të 860 fermerë që merren me blegtori dhe bujqësi. Sipas së Drejtorisë së Bujqësisë për vitin 2024, gjithsej 860 fermerë kanë bërë aplikime tek AZBR-ja. Nga këto për naftë kanë aplikuar 110 fermerë, ndërsa pjesa tjetër për blegtori. Të gjithë fermerët aplikues të vitit 2024 janë financuar. Në Kukës janë kryesisht grup mosha të 50 deri në 65 vjeç që merren më së shumti me mbashtrimin e baktive, duke ndikuar në uljen e krerëve që shiten në treg.